keni fituar një çmim shumë të rëndësishëm ose më i rëndësishëm sa i përket pjesës, po themi, të mbrojtjes së mjedisit dhe kjo është falë kontributit që ju keni dhënë në mbrojtjen kryesisht të vjollës. A mund ta flisni pak më shumë për çmimin? Goldman Environmental Prize for Europe është çmimi që ne jemi njohur këtë vit për 2025 për gjithë Europën. Është një çmim, le të themi, barazvlefshëm me Nobel për mjedisin, që jepet për gjithë botën për aktivistët mjedisor. Personalisht, patjetër është një arritje shumë e madhe për të dy ne, por jo vetëm personalisht, po edhe për fushatën e Vjosës është një vlerësim shumë i madh. Patjetër është hera parë në Shqipëri që jepet një çmim i tillë dhe jemi shumë krenar për këtë. Pa dashur të shtoj shumë asaj çfarë tha Besa, në fakt çmimi është një vlerësim për ne, por është edhe një njohje ndërkombëtare për gjithë përpjekjet që ne kemi bërë për mbrojtjen e lumit të Vjosës. Dhe na vjen mirë që gjatë gjithë fushatës për mbrojtjen e Vjosës ne kemi qenë të parët në disa aspekte, kemi qenë të parët që kemi çuar një çështje mjedisore në gjykat, kemi qenë të parët që kemi shtyrë, po themi, vendimarrjen për të shpallur parkun e parë të lumit e egër në kontinentin evropian dhe praktikisht jemi dhe të parë që marrim këtë çmim në kontekstin shqiptar, po flas për emrin shqiptarët e parë që marrim këtë çmim kaq të rëndësishëm. Por unë mendoj që përtej çmimit është një mirënjohje dhe është një inspirim për të vijuar më tej punën që ne kemi nisur prej më shumë se një dekade. Kur e keni nisur ju si, po themi, aktivizëm, a kishte menduar ndonjëherë që do vinte një moment që të kishte në dorë të çmim kaq të rëndësishëm? Shiko, pjesa e fushatës së Vjosës ka qenë një fushatë shumë dinamike, shumë përfshirëse dhe për të qenë kështu totalisht i sinqert, absolutisht nuk është se kemi menduar që fundi do ishte një njohje ndërkombëtare, një çmim kaq prestigjioz apo një reputacion dhe një vlerësim që të tjerët dhe ata me të cilët ne kemi punuar kanë për të gjithë punën tonë. Por nga pikpamja personale, unë mendoj se kur je brenda një fushate të tillë kaq përfshirëse, kaq dinamike, je e ndje veten si mes të një oqeani të madh dhe ti duhet vetëm të notosh vazhdimisht. Besoj që kjo ka qenë kur ne kemi nisur fushatën. Duhet notosh, duhet të ecësh, të përpiqesh, por patjetër që pika kryesore e referimit dhe orientimit ka qenë bregu, ka qenë vizioni që ne kemi patur për ta shpallur Vjosën si park kombëtar dhe për ta mbrojtur nga ndërtimet e pakontrolluara, sidomos të digave të hidrocentraleve. Dhe ka qenë pastaj hap pas hapi, besoj, gjithë përpjekja për të arritur deri këtu. Sigurisht nuk ka qenë një vijë lineare ngjitse, që ne vazhdimisht kemi triumfuar dhe kemi fituar, ka patur patjetër pika të forta kthese, pika të forta dëshpërimi, pika të forta zhgënjimi, por është tamam sikur je në mes të një deti dhe ke një farë që të ndriçon në anën tjetër dhe ti duhet patjetër të ndjekësh atë. Dhe pastaj sukseset dhe dështimet janë pjesë e rrugës, por element të tillë siç janë fitoria në gjykat apo shpallja Vjosës park kombëtar, qoftë edhe ky çmim, janë ato pikat kryesore që kanë përcaktuar, po themi, rrugtimin drejt suksesit të Vjosës. Shumë dakord me Orsin, po doja thjesht të evidentoja edhe një pse është kaq i rëndësishëm ky çmim, edhe pse ne normalisht nuk e prisnim, edhe nuk është se ka qenë qëllim në vetvete, por tregon që bota po na shikon. Pra, ne mund ta kemi nisur si një çështje lokale, pastaj Vjosa u bën ndërkombëtare dhe deri tek ky çmim tregon që vërtet është një çështje që ka rëndësi globale. Pra, nuk është një pasuri natyrore që e ka vetëm Shqipëria apo Europa, por është një pasuri natyrore që e ka e gjithë bota dhe përpjekja për ta mbrojtur atë ka një vlerë përtej Shqipërisë. Ju folët për një lundrim në det, në mënyrë metaforike. Keni pasur ndonjë dallë aq të fuqishme sa keni menduar këtë radhë nuk po ja dalim tonë? Unë besoj shpeshherë, unë thash për një dallë në oqean, është edhe diçka më hapur se sa terren më i hapur se sa deti dhe patjetër që ka patur shumë momente të tilla
që kanë qenë momente vendimtare. Unë mund të përmend disa këtu, po një nga më të rëndësishmit ka qenë pikërisht kur ne fituam betejën e parë ligjore në gjykat kundër ndërtimit të hidrocentralit të Poçemit në Vjos, dhe nuk vonoi më shumë, po rreth 2 javë më pas, qeveria shqiptare me një të rënd të lapsit vendosi që të riçelet e njerë garën për një tjetër hidrocentral, që është hidrocentrali Kalivaçi, që do të vendosej vetëm 10 kilometra më sipër. Dhe për ironi të fatit, kompania e avantazhuar si fituese ishte po e njëjta kompani që humbi betejën në gjykat. Dhe pastaj ti e kupton që të duket vetja sikur je në një rreth vicioz që vrapon dhe nuk beson që do të harish në gjë në fund ditës. Por mendoj që persistenca, insistimi kanë qenë dy lejtmotivet kryesore, domethënë që na kanë udhëhequr, dhe patjetër vizioni i qartë se ku do donim të arrijmë. Dhe si këto, ne kemi patur mjaft zhgënjime apo ku diun momente të tjera të vështira që kanë të bëjnë në marrëdhëniet me aktorët, me bashkëpunëtorët tanë, me ata që ne i konsideruam dhe i konsiderojmë partner, alat. Disa kanë ikur, disa të tjerë kanë ardhur, ka qenë një fushat mjaft dinamike. Po, në fakt, gjatë gjithë kohës ka pasur momente të vështira dhe momente kur ne duhet të ridimensiononim edhe fushatën, edhe strategjitë që do të ndiqnim. Ne ishim të fokusuar në hidrocentralin e Kalivaçit në fillim, kur më pas erdhi dhe Poçemi në lojë, pra filluan gjatë rrugës, zbuluam që nuk bëhet fjalë vetëm për këtë hidrocentral, më pas zbuluam që ishin 45 hidrocentrale. Pra ka qenë një sfidë e madhe si do t'i kundërshtojmë ne gjithë këto hidrocentrale, një nga një apo gjitha një herësh, kush është mekanizmi i duhur. Dhe momentet kur ne mendonim që ishim një hap më përpara, kishte një vendim që na kthente 10 hapa mbrapa. Pra vërtet ka qenë një fushat e gjatë dhe e mundimshme, me momentet patjetër të suksesshme edhe të realizuara, por asnjëherë nuk ishim aty ku donim. Edhe një moment tjetër që për ta shtuar nga ato që tha Olsi është kur pavarësisht që ne kishim kohë që kërkonim një park kombëtar dhe kërkonim që Vjosa të mbrohej e gjitha si ekosistem duke përfshirë dhe degët, në 2021-shin qeveria vendosi që ta shpalli park natyror, por nga Kalivaçi e sipër. Çfarë do thoshte që në këtë mbrojtje kishte një kategori të ulët mbrojtje, por edhe një mbrojtje të pjesshme. Pra, kjo ishte shumë njerëz do thonin që pse nuk kënaqeni, pra arritët diçka, por nuk ishte ajo që ne donim. Kështu që duhet ta rifillonim edhe një herë betejën. Sa të kuptueshëm keni qenë nga shqiptarët dhe sa motivues keni qenë gjatë fushatës për mbrojtjen e Vjosës? Apo thjesht pastaj u bë shumë, po themi, fushatë e madhe momenti që mor mbështetje nga personazhe shumë të rëndësishme të huaj? Mendoj që ka qenë një përshkallëzim dinamik i qasjes ndaj publikut. Patjetër që ka nisur nga një grup mjaft i vogël njerëzish, por e theksoj edhe një herë me një vizion shumë të qartë që nga fillimi. Pra ne idenë për shpalljen e Vjosës park kombëtar e kemi shpalosur publikisht që në maj të vitit 2014. Kur askush nuk e mendonte, kishte shumë skeptik edhe midis nesh, midis grupit të vogël, por prandaj duhet ta theksoj që vizioni ka qenë i qartë që nga fillimi. Dhe patjetër pastaj që ka nisur si një lëvizje e vogël lokale, përgjithsisht me aktorët kryesor që kanë qenë komunitetet lokale, njësitë e qeverisjes vendore, ish komunat, sa atëherë kanë qenë edhe komuna, pra njësi shumë vogla, të cilët për hir të së vërtetës nuk kanë pasur fare informacion se çfarë do të ndodhte me lumin Vjosa, sa hidrocentrale do ndërtoheshin, cilat kanë qenë projektet e tjera të zhvillimit apo të progresit. Dhe ne jemi munduar që ta grumbullojmë këtë informacion, ta pastrojmë nga gjuha e drunjt teknike, po themi, të gjithë informacionet. Informacionet dhe t'ja u ofrojmë pikërisht këtyre aktorëve që ne menduam që në fillim që janë kyç dhe mund të bëheshin alatët tanë në vijimin e mëtejshëm të fushatës. Dhe kështu ka nisur. Pra ka nisur
siç nis një ortek shumë i vogël, nga një lëvizje mjaft e vogël dhe pastaj zmadhohet dhe përfshin sa më shumë dhe gjithnjë më shumë njerëz, energji dhe ide të reja. Dhe besoj që ajo që edhe ju e përmendët që orteku pastaj arriti pikën e pakthimit, kur fushata u ndërkombëtarizua, kur fushatës ju bashkuan zëra prestigjos, të njohur, të fushave të ndryshme, të shkencës, të artit, politikës, në mbështetje të fushatës, dhe kur ata e panë që Vjosa me të vërtet i kishte kaluar për masat e të qenë një lëvizje e vogël lokale brenda Shqipërisë, por shumë më tepër se sa kaq, dhe kjo besoj që erdhi për dy arsye kryesore. E para sepse fushata në përgjithësi ka qenë e modelit të përfshirjes, të përfshinte sa më shumë njerëz, dhe roli ynë këtu ka qenë koordinimi më shumë se sa energjizimi. Vetëm koordinosh gjithë energji është një punë e jashtëzakonshme. Dhe e dyta, fushata ka patur që në gjenezën e saj dhe vijon të ketë mesazhe pozitiviste. Pra, jep mesazhe pozitive pro parkut kombëtar, të mbrojmë Vjosën si aset i vlerave natyrore. Dhe mendoj pastaj që vetë ndërkombëtarizimi ka qenë ajo shtysa, ajo pika e madhe e suksesit pakthim, që edhe ka detyruar qeverinë shqiptare që ta kuptoj që Vjosa nuk ishte më një çështje vetëm shqiptare dhe ishte në një farë mënyre shahmat. Për të kthyer pak tek pyetja sa jemi kuptuar, doja thoya që në fillim nuk është se ka patur shumë ndërgjegjësim për çështjet mjedisore në Shqipëri. Flasim për këtu e 11-12 vite më parë. Nuk ishte kauza të suksesshme mjedisore, nuk ishte aktivizëm shumë aktiv pra të ngritur në kohën kur ne kemi filluar, dhe nuk ka qenë e thjeshtë, qoftë edhe nëpërmjet takimeve me njerëzit apo dhe në atë opinionin publik për të transmetuar mesazhet tona dhe pse Vjosa duhet të mbrojë. Kemi punuar fort me ndërgjegjësimin duke filluar nga rëndësia e lumit, pse një lum i egër, çfarë është një lum i egër, ishte e pakonceptueshme për shumë njerëz, në fakt është dhe një term teknik. Por sot që flasim, të gjithë njerëzit e dinë se çfarë do thotë një lum i egër, fal e gjitha kjo fal Vjosës, fal edhe ndërgjegjësimit që është bërë. Për sa i përket mënyrës pastaj se si ne kemi trajtuar, ka qenë, siç e tha dhe Olsi, pozitiviste dhe i munduar gjithmonë që të vëmë vlerat e Vjosës mbi çdo gjë, pa minuar dhe pastaj planet e tjera. Por nuk ishte e thjeshtë në një kohë kur hidroenergjia, sepse ne filluam betejën në kundërshtim të hidrocentraleve. Hidroenergjia shikoj si një energji e gjelbër, si një zgjidhje për situatën energjetike në vend, dhe nuk kanë qenë të pakta rastet kur na është thënë që ju jeni kundër zhvillimit, apo pse ju dilni kundër hidroenergjisë, çfarë të keqe ka. Pra është dashur një punë shumë e madhe dhe për ndërgjegjësimin e njerëzve që hidrocentralet me të vërtet janë energji e rinovueshme, por nuk janë green, pra nuk janë energji e pastër, sepse dëmi që ato shkaktojnë në mjedis është i pakthyeshëm. Patjetër me ndihmën e ekspertëve të biodiversitetit, të hidromorfologjisë, të avokatëve dhe të gjithë njerëzve të tjerë që u bashkuan kauzës, u arrit që njerëzit ta kuptojnë. Ta kuptojnë që në momentin që ndërtohet një hidrocentral nuk ka kthim mbrapa për mjedisin, por jo vetëm edhe për njerëzit. Flitet tu për hidrocentrale të mëdha në Vjosë, 8 prej të cilave ishin diga, që do të përmbysnin toka, do të shpërngulnin njerëz, pra bëhej fjalë për një impakt të madh edhe social, pa llogaritur aty impaktin e pakthyeshëm mjedisor. Nga ana tjetër, hidrocentralet e vogla në degët e Vjosës preknin shumë komunitete, rrezikonin të linin shtratin e lumenjve të thatë e të tjerë, pra fakte dhe informacione që njerëzit nuk i kishin, deri në momentin kur ata i panë, sepse ka patur dhe edhe raste ku kanë pasur mundësinë ta shikojnë dëmin që shkaktohet. Prandaj them që e gjithë fushata ka ndihmuar edhe në rritjen e ndërgjegjësimit në përgjithësi për çështjet e tjera, jo vetëm për Vjosën. Mund të themi që e kemi shpëtuar Vjosën përfundimisht. A kemi pasuri të tjera të rëndësishme për Shqipërinë që ende kërkojnë dhe klikin për një dorë që t'i shpëton? Kemi një arritje shumë të madhe me mbrojtjen e Vjosës, me shpalljen e saj park kombëtar. Është një sukses i madh për Shqipërinë, por jo vetëm. Patjetër që puna vazhdon. Pra nuk mund të themi që ka mbaruar me kaq, nuk ka mbaruar në 2023 kur Vjosa u shpall park kombëtar.
Ka hapa të tjerë që duhet ndërmerren, qoftë me zbatimin e parkut, planin e menaxhimit, zbatimin në terren, pra të mos mbetet një park në letër, që fatkeqësisht jemi mësuar të shikojmë në Shqipëri po dhe në Ballkan. Pra diçka në terren nuk ndodh ose ndodhin siç ka ndodhur para se të mbrohej. Me Vjosën patjetër që është një moment delikat. Ne jemi organizatë mjedisore dhe bëjmë gjithmonë rolin e fact-checking dhe të jemi në terren, shikojmë se çfarë ndodh. Kemi evidentuar një sër problematikash që duhen adresuar. Pra ne themi që Vjosa është mbrojtur, por ka ende punë para. Unë mendoj që vetë fushata e Vjosës është një mësim mjaft i mirë, është një udhëzues se si duhet të ndërmerren fushatat. Pra edhe ky është një sukses në vete, që mund të inspirojë dhe ka inspiruar patyshim fushatat të tjera për të mbrojtur pjesë të tjera të natyrës. Në Shqipëri dhe më gjerë, dhe pastaj suksesi shpallja e Vjosës si park kombëtar patjetër që është një sukses në disa nivele. E para sepse është një model krejt i ri, që vjen nga një vend shumë i vogël si Shqipëria me 1001 probleme që ka, qoftë në tërësi në funksionimin e demokracisë apo edhe në konceptin e ruajtjes së natyrës apo të aktivizmit mjedisor në Shqipëri, dhe vjen një model pikërisht nga Shqipëria se si natyra duhet mbrojtur. Një park ashtu siç është Parku i Vjosës nuk ekziston sot në Evropë. Pra është një mënyrë e re ku natyra mbrohet në integritetin e saj, sepse Parku i Vjosës është një park absolutisht shumë i veçantë, sepse është një park që përfshin në 12.000 hektarët e tij gati 400 km rrjedhë lumore të paprekur, të pashqetësuar, gjithmonë nga pikpamja hidromorfologjike e rrjedhës së lirë. Dhe ky është një model që Shqipëria mund t'jap Evropës, po edhe më tej edhe botës. Dhe për këtë arsye është padyshim një sukses. Së treti, mendoj që Parku i Vjosës është absolutisht një sukses edhe për efektin primar, sepse shpallet një park apo një zonë e mbrojtur, sepse patjetër që mbron integritetin ekologjik të një lumi të jashtëzakonshëm, të një ekosistemi të ujrave të ëmbël të jashtëzakonshëm që është vështirë se mund ta haset sot në Evropë. Por a ka mbaruar misioni këtu? Jo, sigurisht që nuk ka mbaruar. Ky është fundi, besoj, i suksesshëm i një kapitulli të gjatë dhe të vështirë që ne kemi pasur fatin po dhe përgjegjësinë ta ndërtojmë së bashku me partnerët tanë, me kolegë, me shumë aktorë të tjerë. Pra kapitulli të gjatë dhe shumë të vështirë, dhe është patjetër në këtë moment është hapja apo çelja e një kapitulli apo një rrugtimi që është absolutisht shumë sfidues, sepse menaxhimi i një parku të tillë është një sfidë e jashtëzakonshme edhe për vende më të zhvilluara se sa Shqipëria, dhe rrugëtimi drejt këtij horizonti të ri do të varet shumë nga sigurisht nga qeveria shqiptare, nga vullneti që qeveria do të ketë për ta menaxhuar në mënyrë të efektshme parkun, por patjetër edhe nga persistenca, insistimi të gjithë aktorëve që kanë kontribuar në shpalljen e parkut. Dhe ne patjetër që do të vazhdojmë rrugën tonë në këtë aspekt dhe ftoj të gjithë aktorët që kanë ndihmuar, kanë ndikuar të vijojnë punën, sepse ndryshimi në terren mes situatës ku ne jemi tani dhe para se të shpallet park kombëtar është zero. Pra nuk është se ka ndonjë ndryshim në terren në mënyrën e menaxhimit të parkut. Jemi ende në hapat e parë. Por morët çmimin në duar dhe besoj ju ka kaluar gjithë themi aktivizimi që kemi bërë dhe gjithë vështirësitë që keni kaluar. A do veçoni ndonjë person që mund t'ia dedikoni këtë çmim? Nuk e di, unë nuk do doja të veçoja një person, sepse janë disa persona dhe për të qenë domethënë absolutisht shumë të vërtet në gjithë këtë, ne kemi pasur rolin ton në koordinimin e fushatës, në koordinimin e energjive. Por absolutisht është e pakët dhe kot të themi që është Besi, është Olci dhe ta dy njerëz bën këtë mrekulli të jashtëzakonshme, të fitojnë gjithë të kaos të madhe dhe të shpallin Vjosën park kombëtar. Absolutisht nuk është kështu. Ne kemi qenë besoj në rolin tonë, në vendin e duhur, dhe kemi pasur nderin dhe fatin të punojmë me njerëz të jashtëzakonshëm, me ide, me energji, me këmbgulje njësoj si ne,
cilët na kanë ndihmuar, na kanë udhëhequr, na kanë patjetër motivuar për të vijuar. Dhe besoj, nuk e di, ndoshta partnerët ndërkombëtar nga Riverwatch, nga Euronatur, që kanë qenë vazhdimisht në mbështetje me ne, apo kolegët nga Patagonia, që kanë luajtur gjithashtu një rol mjaft të rëndësishëm, dhe patjetër edhe se duket si klishe kjo po familjet tona. Besoj që ka një rol të jashtëzakonshëm sepse ju mund ta kuptoni se çfarë sakrifice është 12 vjet fushat intensive, më shumë se sa 8 orë shi i punës, me fundjavat brenda e me gjithçka, që ne do të duheshim të fokusoheshim, të ishim të përqendruar, të jepnim gjithçka për ta arritur këtu. Dhe patjetër që do të lindë diçka mangët edhe tek familjet tona. Olsi tha gjitha, po unë do ta vazhdoj aty ku e la, që vërtet nëse do t'ja dedikonim edhe unë atë njëtin mendim ndaj me Olsin, familjeve janë të parat, sepse ato janë që ndoshta kanë mbajtur në kurriz mungesën tonë dhe gjithë ngarkesën e punës tonë, dhe pa mbështetjen e familjarëve, unë personalisht nuk do t'ja kisha dalë dot të bëja këtë lloj pune, por nga ana tjetër ky çmim është një çmim që ndahet me të gjithë ata që kanë dëgjuar, me të gjithë ata që kanë bërë qoftë edhe një pjesë të vogël në arritjen e qëllimit final, duke përfshirë partnerët, komunitetet, artistët, shkencëtarët, avokatët, gazetarët, pra vullnetarët të ndryshëm, aktivistët, organizatat e tjera mjedisore. Pra janë një gamë e shumë e gjerë njerëzish, cilët me një pjesë të vogël kanë plotësuar gjithë mozaikun e madh për të realizuar mbrojtjen e Vjosës, edhe ne me të vërtet jemi ata që kemi qenë në linjën e parë, por pas nesh kanë qenë dhe shumë të tjerë. Ju uroj shumë për çmimin dhe faleminderit shumë për këtë bisedë këndshme. Faleminderit shumë edhe ty.